Brigena Selmani e shpallur së fundmi Miss Grand Kosova 2025 është bërë temë e gjerë diskutimi në rrjetet sociale pas një deklarate të pazakontë gjatë prezantimit të saj në garën ndërkombëtare të bukurisë. Në një intervistë të shkurtër me organizatorët e Miss Grand International, Selmani u pyet se sa gjuhë të huaja fliste, pa u menduar gjatë ajo u përgjigj me vetbesim. Unë flas gjuhën e Kosovës, flas italisht, flas shqip gjithashtu. Kjo deklaratë u përhap me shpejtësi në rrjete si TikTok dhe Instagram dhe ka ndezur reagime të shumta nga ndjekësit. Një pjesë e publikut e mori me sportivitet duke e konsideruar si një gaf simpatike që ndodh për shkak të emocioneve në sken. Të tjerë megjithatë e kanë kritikuar duke theksuar se gjuha e Kosovës nuk ekziston si e veçantë nga gjuha shqipe. Në mes të komenteve ironike dhe mbështetëse, disa përdorrues kanë kërkuar që kritikat të mos kalojnë në tallje, duke kujtuar se konkurrencat e tilla shpesh janë situata me presion të madh dhe vlerësohen më shumë për qëndrimin dhe prezencën sesa për saktësinë gjuhësore. Pavarësisht debatit, Brigena Selmani ka fituar vëmendje ndërkombëtare dhe ndoshta pa e menduar, ka bërë prezantimin më të përfolur të Miss Grand International 2025.